nga një anë kartingu, nga ana tjetër simulatori, të bëjnë shumë mirë që ti të përqasesh në motorsport dhe për të filluar efektivisht garat e vërteta me makina. Hajdeni me mua të prezantoj Kokuqen. Kjo është një makinë Formula 3, e cila ka arritur shumë rezultate pozitive. Praktikisht ka fituar 2 titull ndërkombëtar, 2 kampionate europiane të zonës qendrore. Objektivi për vitin tjetër është të jemi prapë në këtë sport, të vazhdojmë të japim performancën tonë më të mirë, të përfaqësojmë motorsportin shqiptar. Ne duam si ekip të kategorizohemi në grupin Proto 3, pra të jemi në një nivel performance akoma dhe më të mirë. Miru takofshim në sfidat e tjera.